Ju falenderoj që jeni në front line sonte, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën, mirëmbrëma. Faleminderit. Ta nisim me një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Pse vendosët që të kandidoni në këto zgjedhje për garën për kreun e Partisë Demokratike? Sepse besoj që Berisha donte ta provonte edhe një herë me zgjedhjet e 2025-s të futej vet. Unë e kam kontaktuar atë në 2024 mbasi në Amerikë fitoi Donald Trump zgjedhjet. Dhe madje i thash në atë kohë që të dilte nga loja, të futesha unë se kisha shpresë shumë ndaj që do t'ja merrja zgjedhjet e Tiranës, sepse qëllimi i fundit ose qëllimi kryesor duhet jetë marrja e stafetës nga socialistët edhe nga Edi Rama. Ai nuk donte ta bënte, donte ta provonte, pastaj mori Krislasivitën siç e pam, dhe zgjedhjet i pam në çfarë, domethënë kishte një edhe duke pasur Krislasivitën në prezent edhe duke dalë Krislasivita që i thoshte njerëzve se kishte lidhje, ishte arkitekti i fushatës së Trumpit, i përshëndeste Suzy Wiles nga fushata që ishte një nga gjërat më absurde që kam parë, dhe sërish nuk funksionoi, dhe jo vetëm nuk funksionoi, po doja humbi 35% të votave që kishin pasur në 2021-shin, që do thotë që populli shqiptar nuk është budall dhe nuk e ha këto gjëra. Dhe ata e kuptojnë kur dikush është një konsulent i paguar apo jo. Domethënë ata pan të gjithë lojën. Dhe kishte një ndryshim shumë të madh nga mbështetja që ai mori duke pasur Krislasivitën në krah, që duhet ishte gjë e madhe, dhe mbështetjen që mori kur isha unë, që s'kisha plishën që ka Krislasivita, të paktën nga rezumea që ka Krislasivita in comparison. Pra, ju ja keni bërë një propozim zotit Berisha më herët, por ai nuk ka pranuar që ju të ishit një nga kandidatët për qenë, pse jo edhe kryeministre në të ardhmen, në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kishte diçka me emrin tuaj personalisht, apo donte që të qëndronte ende vetë në krye të PD-s? Cila ishte arsyeja? Propozimi im ishte për atë vetë të dilte nga loja dhe unë të futesha në pozicionin e tij, sepse do e bëja lojën shumë ndryshe në krahasim me Edi Ramën, do kisha marrë një tjetër mbështetje nga Amerika, pa që nevoja për të harxuar lekun, dhe ai nuk e bëri këtë. Domethënë, ai duhet ta kishte kuptuar që këtu ai nuk ka më mbështetje, edhe me Krislasivitën, ata po mundosh atoja, më shumë mbështetje kam sjellur unë në 2021-shin, që e bëra pa para, që isha, I don't know, ndoshta nga që isha shqiptare, ndoshta familja, ndoshta lidhjet me republikanët, dhe shqiptarët nuk gënyen me Krislasivitën, që ishte goxha e çuditshme. Kështu që kur vendosi e mora vesh ajo ishte loja që donte të bënte, edhe thash do pres derisa të mbarojnë dhe zgjedhjet, e dija që do t'i humte, mbas zgjedhjeve e dija që do vinte momenti që këta të kenë zgjedhjet e reja në Partinë Demokratike, dhe realisht mendoj që është momenti që nuk është puna vetëm ai dali dhe nëna duhet kryetar i ri i Partisë Demokratike, se këtu është gabimi që bëjnë gjithë.